Përshëndetje, jam shumë e lumtur t'ju shoh që jeni rikthyer edhe një herë në kanalin tim. Jam Igena Neli për ju që jeni për herë pak këtu. Sot dua të flas për gjithë ju që tashmë e dini se si jam unë. E shikoni këtë ngjyrë në flokëve që edhe vetë mezi po mësohem. Në fakt nuk është një ngjyrë në cilën dua të mësohem, prandaj mos u mësoni as ju. Fakti që unë sot jam redhead dhe i kam flokët më të kuqe është vetëm për faktin se unë eksperimentova një çik gjatë javës, i bëra flokët të kuqe dhe nuk më pëlqyen dhe i ndryshova po pra brenda ditës dhe sado si duket e kuqja kërkon pak kohë që të largohet pak, kështu që më ka mbetur si një ngjyrë pink e dështuar, si një rozë e dështuar më ka mbetur kjo ngjyra e flokëve. Megjithatë, pavarësisht se i kalova edhe në dekolorant flokët sërish për t'i bërë bjonde, shpresoj mos t'i kem dëmtuar shumë, sepse e di se sa i dëmton flokët dhe si një person që nuk i ka kaluar flokët asnjëherë në dekolorant, pavarësisht se bjondja e di që e kërkon këtë, po unë jam pak bjonde në ngjyrë në rrënjë, pra ngjyrën time është një gështenjë shumë e çelët, edhe nuk e kam pasur asnjëherë të vështirë të kaloj. Bjondja që kam përdorur gjithmonë ka qenë një ngjyrë shumë bio dhe një boj pra si produkt është gjithmonë shumë natyrale, domethënë me shumë përbërës natyral në mënyrë që të mos i dëmtoj asnjëherë. Por sot mësoj unë gjatë kësaj video do të jem pikërisht kështu siç më shihni. Faleminderit që jeni këtu dhe faleminderit që jeni kaq të mrekullueshëm. Gjithashtu dua sot të falenderoj Meritën. Faleminderit Merita për numrin 4 që zgjodhe e dashur. Është një numër që është vërtet shumë interesant. Në besimet kineze është një njerëz që shndron përballë Zotit, pra edhe duke qenë se ka pikërisht këtë lloj simbolike, numri 4 shihet edhe si numër shumë fatciellës. Në këtë nëse do ta marrim nga ana e numerologjisë, se si do ta shpjegonin, do të ishte numër stabiliteti, do të ishte numër i punës së vazhdueshme, i njerëzve që e vlerësojnë punën mbi të gjitha, i disiplinës, edhe mendoj që numri 4 është vërtet shumë i fuqishëm, pikërisht sepse disiplina në vetvete përmban një fuqi të jashtëzakonshme që shumë njerëz nuk e kanë. Shumë njerëz mund të jenë të motivuar, mund të punojnë fort, por të kesh disiplinën është vërtet një nivel tjetër i qofti punës, qofti arritjeve të tua. Njerëzit që kanë disiplinë janë të vetmi që munden të ecin përpara një jetë dhe njerëzit që influencohen kryesisht nga pikërisht numri 4 shihen si njerëzit që organizojnë kryesisht gjërat, pra ose si njerëz që ngren biznese shumë të fuqishme. Nuk e di nëse Merita je pikërisht në këtë vazhd të punës, megjithatë më duhet të largoj pak mekun në mënyrë që të mundem të afroj pak librin, sepse tani do të vazhdojmë me pikërisht librin, magjia. Do të kthehemi tek numri 4, në këtë rast është një teknik të cilën na e sjell Rënda Björn dhe që mua më ka pëlqyer shumë për t'i shpërndarë edhe me ju pikërisht këto teknika, sepse janë vërtet shumë interesante, por edhe të ndihmojnë që me gjëra shumë të vogla mundesh të implementosh në jetën tënde një lloj rituali, nëse mund ta quaj kështu, dhe gjithmonë nëse ka diçka që bëhet ritual në jetën tënde, është vërtet shumë e rëndësishme, sidomos nëse ti bën diçka me qëllim. Ne zgjohemi në mëngjes, bëjmë rituale. Njerëzit mund ta marrin fjalën ritual si diçka të frikshme, por në fakt ritual do të thotë është diçka që ti bën gjithmonë. Është ritual edhe kur ti lan dhëmbët në mëngjes. Ti zgjohesh nga gjumi dhe shkon dhe lan dhëmbët. Është një mënyrë që ti e bën gjithmonë në të njëjtën model, në të njëjtën formë, pra ti nuk ndryshon asnjë gjë, zgjohesh çdo ditë në mëngjes dhe çdo ditë lan dhëmbët. Dhe ky është rituali yt i zgjimit, ky është rituali yt për të vazhduar ditën. Nëse ti kësaj gjëje, pra qoftë të zgjuarit në mëngjes, të shkuarit për të larë dhëmbët, i jep qëllim, pra dhe ti thua çdo ditë kur unë të çohem në mëngjes për të larë dhëmbët, do them faleminderit Zot,
mendoj vetëm mendime pozitive, do bëj diçka ose do bëj diçka tjetër, pikërisht ky rituali ti i jep një qëllim më të lartë se sa thjesht larja e dhëmbëve, që nga ky moment ti ke ndryshuar kështu jetën tënde, sepse vërtet kështu ndryshon jeta jote, që nga mënyra se si ti bën ritualet. Nëse keni dëgjuar fjalën ritualet nga besimet, pikërisht kjo është vetmja gjë që ka në kuptim, pra që ti të bësh disa veprime, por që të kenë një qëllim më të lartë. Edhe pikërisht njerëzit ndonjëherë janë përfshirë në rituale, sidomos nëpër kisha, nuk e di me thënë të drejtën në xhami, nuk është se kam shkuar vetëm një herë si turiste, por edhe atje rituali është që gra duhet vendosin shamin, burra duhet të ulen, kam përshtypjen në gjunjë për tu falur, dhe edhe ajo është një formë rituali, pra diçka që ti e bën me qëllim më të lartë, dhe pikërisht ti mundesh që përmes një diçka e krejt të vogël, krejt të thjesht, ti t'i japësh vetes këtë ndjesi rituali. Shpesh nëpër kisha kemi parë që ritualet zgjaten, vetëm e vetëm që njerëzit ta ndjejnë sa më thellë dhe sa më fuqishëm, pikërisht atë çfarë ata po bëjnë, edhe të arrijnë të marrin sa më shumë nga ky qëllim që po e bëjnë gjithë të ritual, në mënyrë që në fund të ditës çdo gjë për cilën ata janë lutur, ata kanë falendëruar Zotin, të jetë shumë herë më pranë tyre, dhe pikërisht nuk ka asgjë të keqe që ti të kesh ritualet e tua. Nëse rituali yt është thjesht zgjohesh në mëngjes dhe lan dhëmbët, unë do të sugjeroja që ti të jepje një qëllim edhe ta bësh këtë ritual magjik, ta bësh diçka të mrekullueshme, që sa herë lan dhëmbët, nëse keni mundësi, kjo është nga psikologjia, mua më pëlqen gjithmonë ti sjell të dyja anët edhe asaj shpirtërores, por edhe asaj shpjegimit psikologjik që japin njerëzit. Nëse lan dhëmbët me dorën e majt, ti aktivizon pjesë të tjera të trurit tënd, duke bërë trurin tënd shumë herë më kreativ, dhe kjo të ndihmon që ti të manifestosh më shpejt. Është një teknikë shumë e vogël, por është e mrekullueshme dhe ndryshimet janë vërtet magjike. Sot në numrin 4 do të flasim, që mos të zgjatem akoma më shumë, Merita, faleminderit që durove dhe më prite. Numri 4 sot do të flasim për shëndetin magjik. Unë uroj vërtet që të jetë shumë pranë diçka që ti mund ta kesh dashur, ose diçka që ti mund të marrësh më të mirën, pikërisht duke thënë se edhe e ke zgjedhur vetë numrin 4, do doja shumë që ky ritual të parafrohej sa më shumë me gjëra që ti do të arrish në jetë. Pasuria më e madhe është shëndeti, thot Virgjili, dhe kjo është vërtet një gjë e mrekullueshme, sepse njerëzit mund ta lënë shëndetin për të fundit, por në momentin që e din shumë mirë se nuk kanë shëndetin, atëherë çdo gjë nuk ju shkon për së mbari. Por sapo kanë shëndetin, janë i sigurt që mund të mendojnë për gjitha gjërat e tjera, për punën, për jetën, për arritjet, për të gjitha sukseset që duan. Shëndeti është gjëja më e çmuar që ka njeriu, por për çudi në jetën e përditshme ai vlerësohet më pak se shumë gjëra të tjera. Shumica e njerëzve e kuptojnë vlerën e shëndetit vetëm kur e humbasin atë, dhe krejt papritmas ndërgjegjësohen për faktin që po nuk patë shëndet, nuk ke asgjë. Një proverb italian flet më së miri për këtë. Ai që gëzon shëndet të mirë është i pasur, edhe pse nuk e di një gjë të tillë. Megjithatë, sa kohë jemi mirë, rrallë mendojmë për shëndetin tonë, ne kujdohemi për vlerën sa herë na zë gripi apo rrufa, ose sa herë na bie që të zëm shtratin. Kur sëmuremi, e vetmja gjë që duam është që të shërohemi. Asgjë tjetër nuk na hyn në sy. Shëndeti i mirë është një dhuratë që nuk ka çmim, është diçka që ne gëzojmë për ditë. Përveç kujdesit që duhet të tregojmë për ta ruajtur atë, nuk duhet të harrojmë kurrë që të jemi mirënjohës në mënyrën që të vazhdojmë të jemi të shëndetshëm. Babai im gjithmonë më jepte gjëra shumë të mira për të ngrënë, pikërisht kur unë isha sëmur. Edhe unë i thoja, po pse nuk më jep këto kur unë jam e shëndetshme, sepse atëherë unë mundem të ushqehem dhe ti marrë të gjitha. Dhe babi më thoshte, pikërisht atëherë kur ty të mungon shëndeti, e ke dëshirën ndoshta më të madhe për të marrë ato gjëra që
ti mund t'i kërkosh me ngulm në ditët e tjera, sepse atëherë në fakt i ke më shumë nevojë për to, për të marrë vitaminat, për të marrë proteinat, për të marrë çdo gjë që ti ka nevojë në mënyrë që të mundesh ta kalosh më pas edhe pjesën e sëmundjes që mund të kesh. Mos harroni, ai që tregon mirënjohje në këtë rast për shëndetin e mirë që ka, do të marrë edhe më shumë. Ai që nuk është mirënjohës për atë që ka, në këtë rast për shëndetin e mirë që ka, edhe ato që ka do ta humbas. Është pikërisht ajo formula që themi gjatë gjithë kohës, që sa do e pa drejt të duket, pra kush ka do të marrë akoma dhe më shumë, dhe kush nuk ka nuk do i merret edhe ajo që ka, pavarësisht se sa e pa drejt mund të duket, në fakt është thelbësore për të kuptuar që nëse nuk tregon mirënjohje, nuk do të mundesh ta kesh asgjë. Ndoshta keni pasur rastin të një njerëz që janë të kujdesur për shëndetin e tyre gjithmonë, e megjithatë e kanë humbur atë. Të falenderosh për shëndetin e mirë që gëzon është një rëndësi jetike. Po të tregoni mirënjohës për shëndetin tuaj të mirë, jo vetëm që do vazhdoni ta keni atë, por në të njëjtën kohë do të vini në lëvizje edhe magjinë e cila do të bëjë që shëndeti juaj të lulëzojë. Ju do të filloni të ndjeni përmirësime të menjëhershme, dhimbjet e vogla, tëmetat e lëkurës, nishanet e njolla do të fillojnë të zhduken si me magji. Ju do të filloni të ndjeni energjik e shumë më të lumtur shpirtërisht. Ashtu siç do të mësoni nga një ushtrim me cilin do ju njoh pak më vonë, përmes ushtrimit të mirënjohjes për shëndetin, shikimit, dëgjimit, veprimtaria të gjitha organeve tuaja do të përmirësohet dhe shisat tuaja do të mprihen. Dhe të gjitha këto do të ndodhin si me magji. Mirënjohja vepron si vaksinë, si antidot e si antiseptik, thot John Henry Jowett, 1864-1923, shkrimtar dhe predikues presbiterian. Shkalla e përmirësimit të shëndetit tuaj varet nga thellësia e mirënjohjes që tregoni për shëndetin që keni dhe anasjelljas. Sa më ulët të jetë shkalla e mirënjohjes suaj për të, aq më poshtë do shkojë ai. Kur je shëndetlik, energjitë, vitaliteti, sistemi imunitar, qartësia e mendimit dhe të gjitha funksionet e trupit dhe të mendjes dobësohen. Kur tregohesh mirënjohës për shëndetin e mirë që ke, ti siguron vazhdimsinë e tij dhe kjo do ta largojë stresin dhe tensionin nga mendja dhe trupi yt. Kërkimet shkencore kanë treguar se shkaktarët e shumë sëmundjeve janë pikërisht stresi dhe tensioni. Gjithashtu, është vërtetuar me statistika se njerëzit që e praktikojnë mirënjohjen shërohen më shpejt dhe jeta e tyre zgjatet me të paktën 7 vjet. Ju mund të verifikoni shkallën e shëndetit tuaj edhe tani, në këtë minutë. Por si, niveli i mirë apo jo dhe aq i mirë i shëndetit tuaj tregon se sa mirënjohës jeni treguar për të. Ju duhet të ndjeni për mrekullit çdo ditë. Nëse ndjeni rënduar dhe ju është vështirësuar jeta apo nëse nuk e ndjeni veten më të ri se sa mosha juaj, kjo tregon se shëndeti juaj ka marrë tatpjetën. Një nga shkaqet kryesore të uljes së parametrave tuaj vital është mungesa e mirënjohjes. Po ju do të shihni se sa shpejt do të arrini të ndryshoni të gjitha këto kur të filloni të përdorni forcën magjike të mirënjohjes. Ushtrimi magjik për shëndetin fillon me leximin e paragrafeve që do të vijojnë e që kanë të bëjnë me shëndetin e trupit tuaj. Pasi të lexoni çdo rreth që flet për një pjesë të veçantë të trupit tuaj, në këtë rast ta dëgjoni, do përpiqem ta lexoj më qetë pjesën tjetër në mënyrë që ju të mund ta merrni këtë si një lexim ASMR-je, por që gjithashtu ju ndihmon që ju të përmirësoni shëndetin tuaj. Sigurisht do të ishte perfekte nëse ju do të uleshit edhe do t'i shkruanit në mënyrë që t'i lexoni me qetësinë tuaj. Nëse ju i lexoni këto fjalë pikërisht për veten tuaj, trupi juaj e dëgjon. Edhe automatikisht trupi juaj reagon shumë herë më shpejt, si në momentin kur ju ja thoni me zërin tuaj, ndryshe nga momenti kur ju ja thoni me zërin tim. Por ju do të shihni se sa shpejt do të arrini të ndryshoni të gjitha këto kur të filloni të përdorni forcën magjike të mirënjohjes. Ushtrimi magjik për shëndetin fillon me leximin e paragrafeve që vijojnë e që kanë të bëjnë me shëndetin e trupit tuaj. Pasi të lexoni çdo rreth që flet për një pjesë të veçantë të trupit tuaj, mbyllni syt dhe përsëriteni me mend çdo njërin prej tyre duke u munduar të ndjeni mirënjohës sa më thellë që të jetë mundur për atë organ apo pjesë të trupit. Mos harroni se në çastin kur ju
thellojeni tek arsyeja se pse jeni mirënjohës për të, pikërisht ndjenja juaj mirënjohjes arrin një shkallë shumë më të lartë dhe sa më thellë që ta ndjeni atë, aq më shpejt do t'i dalloni e do të ndjeni mrekullitë që të ndodhin në trupin tuaj. Mendoni për këmbët tuaja. Ato janë mjeti juaj kryesor i lëvizjes. Mendoni për të gjitha gjërat që bëni me to, me anë të tyre mbani drejt peshimin. Ato ju lejojnë të ngriheni në këmbë, të uleni, të bëni ushtrime fizike, të kërceni, të ngjisni shkallët, të jepni makinës dhe mbi të gjitha ju japin mundësinë të bëni diçka të mrekullueshme. Të ecni. Në sajt të tyre, ju shëtisni nga një dyqan në tjetrin, në për rrugë, në për aeroporte, por edhe për gjatë bregut të detit. Mundësia për të ecur na jep një liri të pakufizuar për ta gëzuar jetën. Thoni faleminderit që kam këmbë dhe thojeni me gjithmend. Nuk dua që të jetë kjo vetëm një moment kur ju thjesht e dëgjoni këtë dhe pastaj thoni po si Migena, do rrim tani të falenderojmë këmbët. Nëse nuk je mirënjohës, do të merret edhe ajo pak që ke. Prandaj, dhe nuk e kam fjalën që t'ju merren këmbët. Mundet këmbën tuaj ta marrë edhe artriti, që është një ndër sëmundjet që dëgjohet më shpesh, sidomos për pjesën e kyçeve dhe të kockave. Mendoni për krahët tuaj dhe sa shumë gjëra mund të bëni me to brenda një dite. Ato janë veglat tuaja kryesore dhe ju mund të përdorni çdo ditë pa pushim nga mëngjesi deri në mbrëmje. Me to shkruani, hani, përdorni telefonin ose kompjuterin, lajeni, visheni, përdorni banjën, ngrini gjërat nga toka dhe mund të econi nga një vend në tjetrin. Me një fjalë, me to ju mund të bëni çdo gjë që doni. Pa duar, do të ishit të varur plotësisht nga të tjerët e do të kërkoni të tjerëve të bënin çdo gjë për ju. Thoni, faleminderit që kam krah, që kam duar dhe gishtërinj, sepse është vërtet një mrekulli se si Zoti ka krijuar me kaq detaje çdo gjë tek ne. Mendoni për shisat tuaja të mrekullueshme, shisa e të shijuarit u jep shumë herë në ditë kënaqësinë kur hani e pini. E keni provuar që sa herë ju zë gripi e humbisni shisën e të shijuarit, nuk ju pëlqen të hani asgjë. Thoni faleminderit që kam shisën e mrekullueshme të shijuarit. Shisa e të nuhaturit ju jep mundësinë të perceptoni aromat e mrekullueshme të luleve, të parfumeve, të çarçafëve të pastër, të ushqimit gjatë kohës që gatuani, të zjarrit që digjet në xhak gjatë dimrit, të ajrit të pastër në një ditë pranvere, të barit të sapokorrur dhe të dheut të njomur nga shiu. Thoni faleminderit që kam shisën e mrekullueshme të nuhatjes. Mendoni si kur të mos kishit shisën e të prekurit. Ju nuk do t'ishit në gjendje të dalloni çfarë është e nxehtë, çfarë është e ftohtë, çfarë është e lëmuar, çfarë është e ashpër. Ju nuk do të kishit mundësi të shprehnit ose ta ndjeni dashurinë fizikisht. Shisa e të prekurit ju jep mundësi që ta përkëdhelni apo të jepni një përqafim të ngrohtë njeriut që doni. Të ndjesh prekjen e ngrohtë e një dore njerëzore është një nga gjërat më të bukura e më të nevojshme në jetë. Thuaj faleminderit që kam shisën e bukur të prekurit. Mendoni për mrekullinë që bëjnë të mundur syt. Ata ju mundësojnë të shihni fytyrat e dashura të afërmve dhe miqve, të lexoni librat, gazeta, të shkruani mesazhe në postën tuaj elektronike, të shihni programe televizive, të admironi bukuritë e natyrës, ç'është më e rëndësishmja, të shihni se si rriten e zbukurohen fëmijët tuaj. Bëni një provë. Mbyllini syt, duke i lidhur me një rrip të trashë rreth kokës dhe mos e hiqni gjatë gjithë ditës. Mundoni të bëni veprimet e zakonshme ditore. Kjo do t'ju bëjë të kuptoni vlerën e jashtëzakonshme të syve. Thoni faleminderit që kam sy e mund të shoh gjithçka. Mendoni për veshët, të cilët japin mundësinë të dëgjoni zërin tuaj, por edhe atë të tjerëve. E kështu ju mund të bisedoni e të diskutoni për shumë gjëra që ju interesojnë. Po të mos kishit veshët tuaj dhe shisën e të dëgjuarit, ju nuk do të mund të përdorni telefonin, nuk do të dëgjoni dot muzikë, nuk do të dëgjoni dot radion, zërin e njerëzve tuaj të dashur dhe tingujt e natyrës rreth jush. Ndaj thoni faleminderit që kam shisën e dëgjimit. Por ju nuk do të ishit në gjendje të përdorit asnjë prej këtyre shisave.
Po të mos kishit trurin, i cili merr e dërgon 1 milion mesazhe në sekond përmes të gjitha shisave. Është pikërisht truri ai që ju bën të mundur të jetoni jetën në mënyrë më të plotë. Asnjë kompjuter, sado i përkryer qoftë ai, nuk ka ndonjë teknologji, qoftë edhe ajo e nivelit më të lartë të mundshëm, që ta zëvendësoj trurin. Pavarësisht se kemi ardhur sot në ditët e inteligjencës artificiale, jemi ende shumë larg zëvendësimit të trurit. Prandaj thoni faleminderit që kam një tru dhe një mendje të shëndosh, pa të cilën unë nuk do të mund ta gëzoja jetën. Dhe kjo është vërtet për të thënë faleminderit. Faleminderit Zot që sado që na ka dhënë zgjuarsinë për të krijuar inteligjencën artificiale, ne sërish jemi mirënjohës që ti ke krijuar një gjë kaq të mrekullueshme sa truri dhe ne nuk do të mundemi kurrë të zëvendësojmë punën e Zotit. Dhe tani dua që të mendoni për trilion qelizat e trupit tuaj që punojnë pa pushim, e bëjnë të mundur që trupi juaj të funksionojë e ju të keni shëndet të mirë. Thoni faleminderit qeliza. Mendoni për organet tuaja jetësore që punojnë vazhdimisht për të pastruar, filtruar dhe rigjeneruar gjakun dhe lëngjet e trupit, dhe të mendosh që organet e bëjnë këtë punë krejt automatikisht, në një kohë që ju vazhdoni jetën dhe aktivitetet tuaja të përditshme. Thoni faleminderit që kam organet e mia që punojnë në mënyrë të përkryer. Por mrekullia më e madhe nga të gjitha shisat, sistemet, funksionet dhe organet e trupit është pikërisht zemra. Është pikërisht ajo që ju bën të mundur jetën dhe funksionimin e të gjitha organeve. Është ajo që ju jep jetë të gjitha sistemeve. Thoni faleminderit që kam një zemër të fortë e të shëndetshme. Tani merrni një letër ose një kartolinë dhe shkruani me shkronja të mëdha. Dhurata më e çmuar që kam është shëndeti im i mirë dhe në saj të ti unë vazhdoj të jetoj. Nëse keni mundësi pikërisht të kartolinë, vendoseni në një vend ku u azë syri vazhdimisht. Nëse keni një tryez pune, vendoseni përpara jush. Nëse jeni shofer, vendoseni te xhami i makinës. Nëse rrini në shtëpi, vendoseni diku pranë lavamanit ose ku lani duart pranë lavamanit ku lani duart, ose diku pranë telefonit, ose në një vend ku ju shkoni vazhdimisht, ose pranë një pasqyre. Zgjidhni një vend ku kaloni shpesh për t'i lexuar fjalët që keni shkruar. Përpiquni t'i lexoni sa më shpesh gjatë ditës, sidomos nëse dëshironi që ta përmirësoni pikërisht tani shëndetin tuaj. Dhe për ta arritur, nëse mund ta quaj kështu, atë frekuencën, atë energjinë që ju do i jepni pikërisht kësaj shprehje, ju duhet i hidhni sytë e kartolina të paktën 4 herë dhe t'i lexoni fjalët shumë ngadalë një nga një, duke u munduar të ndjeni sa më thellë mirënjohës për shëndetin e mirë që gëzoni. Tregimi i mirënjohjes për shëndetin e mirë që keni është diçka themelore dhe shumë e rëndësishme, jo vetëm për ta mbajtur atë, por edhe për të garantuar përmirësimin dhe rritjen e energjisë jetësore. Nëse këtë e kombinoni edhe me trajtime mjekësore, ju do të përjetoni një revolucion në aspektin tuaj shëndetësor. Ju do të shihni një ritëm përmirësimi dhe mrekulli shëndetësore që as nuk do ta kishit imagjinuar kurrë më parë. Më vjen mirë që jemi pikërisht në këtë pikë, sepse dua vërtet të them, ka shumë njerëz që e kërkojnë dashurinë. Po, pikërisht, ka shumë njerëz që kërkojnë dashurinë, edhe shumë njerëz ndoshta e humbasin mendjen duke menduar kur do vi ai, kur do kthehet ai ose ajo, dhe harrojnë shëndetin e tyre. Dua që vërtet ju bëj thirrje që një gabim që mos e bëni kur është pikërisht që të vendosni në linjë, pra të jetë diçka që mund ta sakrifikoni shëndetin juaj. Mos e vendosni asnjëherë, mos flisni asnjëherë keq për trupin tuaj, për shëndetin tuaj. Edhe nëse keni një dhimbje koke, shkoni pini ujë edhe thoni ujë mua më shëron gjithmonë, edhe flisni fjalë të mira ujit, edhe merrni pikërisht atë që keni nevojë dhe shëroni, mundësisht pa përdorur mjekime. Sigurisht nëse keni nevojë me mjekime, duhet patjetër të përdorni mjekime dhe të jeni shumë të kujdesshëm, por dua vetëm të ndalem te kjo pjesa që nuk dua që ta përdorni në asnjë moment faktin që mund të jeni smur si diçka që mund t'ju jap vëmendje. Nëse dikush do të vi tek ju gjithmonë vetëm për faktin se ju jeni të smur, më besoni njerëzit do ta bëjnë këtë vetëm për mëshirë. Nuk ju do njeri nëse ju jeni gjithkohës të smur. Mos e bëni kurrë. Kurrë.
mos e bëni këtë. Mund të jeni shumë herë më interesant nëse thoni që jeni të shëndetshëm, nëse thoni që jeni të mrekullueshëm, ndjeni për mrekulli dhe gjëra të tilla, nëse e gjithë personaliteti juaj varet në faktin që jam e sëmur sot dhe jam e sëmur nesër dhe do të ngjallni atë ndjenjen empatisë tek njerëzit do ta japin empatin në vetëm 2-3 herët e para, pastaj çdo gjë tjetër do të jetë a je idiote që nuk shkon të kontrollosh dhe të shërohesh dhe të kujdesesh për veten tënde, se nuk ka mundësi që të rish gjithë vitin e smur. Mos e bëni për vëmendje, kurrë në botë mos e bëni për vëmendje, as ndaj miqve tuaj, as ndaj familjarëve, as ndaj njeriu tuaj të dashur, as ndaj personit që doni ti tërhiqni vëmendjen. Mos flisni kurrë keq për trupin tuaj. Ju lutem, janë gjëra vërtet shumë të rëndësishme dhe nuk ka më mirë se sa pikërisht ky moment për ta kujtuar këtë gjë. E veçanërisht nëse jeni një person që po kërkoni vëmendjen e partnerit tuaj ose të një personi që vërtet ju pëlqen, siguroni që të flisni gjithmonë në mënyrë të mrekullueshme për trupin tuaj. Energjia juaj është ajo çfarë do të vënë re të tjerët, kur mënyrën se si ju do i qaheni të tjerëve dhe do ankoheni. Njerëzit nuk i duan ankesat, njerëzit duan që ju të jeni të lumtur dhe të shëndetshëm, prandaj jepni energjinë tuaj më të mirë. Do të shihemi në videon tjetër. Faleminderit që më ndoqët. Merita, të falenderoj për të gjitha.